Hoxhë, me që përmendin lutjen, ju me një ders keni pas thonë lutuni me loçkën e zemrës. Atë që e dia gjuhën e nanës, gjuhën që e komunikojmë tash. Pa marrë parasysh dikush e fol shqip, dikush turqe, dikush arabisht, dikush. Domethënë, a mund të lutemi për brengat tona, për dëshirat tona Allahut në gjuhën shqipe? Jo mund të lutemi, po duhet të lutemi në gjuhën shqipe. Por derisa jemi shqiptar, gjuha, nëse ne si krijes jemi e të Zotit, edhe gjuha si mekanizëm i komunikimit, është krijim prej Zotit. Është mundësi që Zoti neve na i ka dhënë, e që na flasim shqip. Dhe lutja e cila rrjedh ose e cila mishrohet me kuptimin e gjuhës tane, është shumë më me vlerë se sa lutja e cila mishrohet me një gjuhë që nuk e kupton ti. Që reciton. Vetëm e reciton, në mënyrë mekanike, dhe nuk e din se çka e duke fol. Lutjet, domosdoshmërisht, përveç në rituale dhe adhurime të caktuara ku duhet patjetër të thuhet në gjuhën arabe, mirë po megjithatë, edhe pse ne themi se duhet të thuhet në gjuhën arabe, ne i obligojmë, se Zoti na obligon, atë që e thua, duhet me kuptu se çka e duke thënë. Nëse i thu Zotit Allahu Ekber, është në gjuhën arabe, mirë po duhet me ditë se çka e duke thënë ti. Se është një ritual shumë madhështor, dhe këtë fjalë ti duhet me ditë dhe duhet me ndi se çka e duke thënë. Allahu është më i madhi. Jashta namazit, jashta këtij ibadeti, jashta këtij adhurimi, i lutesh Zotit, lutju shqip Zotit. Zoti i kupton gjitha gjuhët, se Zoti është ai i cili ka kriju gjuhët. Kështu që ne gjithmonë e potencojmë dhe gjithmonë e themi se lutjet tona duhet të jenë në gjuhën shqipe, jashta adhurimeve që domosdoshmërisht duhet ti citojmë në gjuhën arabe, ashtu qysh kanë ardhur origjinal nga Kurani dhe Suneti pejgamberit sa, mirë po përgjithsisht lutjet tona duhet të jenë në gjuhën shqipe. Dhe është shumë e rëndësishme se Zoti, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk e pranon lutjen nga personi i cili është i pavëmendshëm. Nëse më lejohet kështu ta përkthej. Me një farë mënyrë çdo kush që i lutet Zotit arabisht dhe nuk e kupton lutjen e tij, është i pavëmendshëm. Me një farë mënyrë vetën ti po e privon nga pranimi i lutjes. Kështu që ti duhesh me ndi lutjen tënde, a nuk mundesh me nditi nëse nuk e kupton. Shumë vërtet. Shembull, disa për shembull, kur jam sejdë dhe kur them o Allah më bëj prej banorëve të xhenetit. O Allah ruaj nga zjarri i xhenetit. O Allah më ruaj nga trishtimi i natës varrit. Disa lutje për ahiret po flas. Po, këto gjëra i kemi përmend, po vazhdimisht duhet t'i ripërsërisim. Thash edhe më herët, në namaz obligativ, sikurse është namazi sabahut, namazi drekës, i kindijës, i akşamit, i yatsis, në namazet obligative që i kemi brenda ditës edhe natës, domethënë lutjet duhet të jenë origjinal në gjuhën arabe. Kur themi duhet të jenë origjinal në gjuhën arabe, i themi të njëjtit, e keni obligim që këto lutje origjinal nga Kurani dhe Suneti pejgamberit ti kuptoni në gjuhën shqipe. Domosdoshmërisht. Kjo është e para. E dyta, ne kemi namaze vullnetare brenda ditës edhe natës, që i themi namaz nafile, namaz vullnetar. I fal 2 recate, i fal 4, i fal 6, i fal atë sa ke mundësi brenda ditës edhe natës. Në namazet vullnetare, në namazet sunet, domethënë çdo namaz falës e ka të lejuar që ti lutet Zotit shqip, e sidomos në pozicionin më të rëndësishëm, ajo është pozicioni i sejdës. Aty ku përkulja është në pozitën më të mirë, për cilën ka thonë pejgamberi, njeriu më afër Zotit është në momentin edhe në situatën kur balli vendohet në tokë. Domethënë nga lart bie në tokë koka, pa të cilën njeriu nuk mundet me jetu dhe me mbijetu, kokën tënde, me cilën ti
jeton dhe vepron, e vendon tokë për ken? Lillahi Rabbil Alamin. E vendon për Allahun e madh, për atë i cili ta ka kriju kokën tane, për atë i cili ka kriju tije, dhe ta jep mundësinë në këtë pozicion të jesh më afër Zotit. Sidomos në këto pozicione duhet mi shfrytzu maksimalisht që t'i lutemi Zotit shqip. Ai tjetri t'i lutet turqisht, ai tjetri t'i lutet në gjuhën e vet, çdo kush në gjuhën e vet i lutet Zotit të Madh. Gjuhën e nanës. Po gjuhën e nanës.